Viti ri po afrohet dhe të gjithë kanë filluar të përgatiten për festat e fundvitit. Treshja e famshme Stupcat janë duke përgatitur gjithashtu skeqe humoristike të cilat do të shfaqen ekskluzivisht edhe në ekranet tona. Çfarë do sjellin ata tani dhe ku do shfaqen për natën e ndrimit të motmoteve, e ndjekim një material të përgatitur enkas për ta. Një mëngjes jo dhe aq i këndshëm, agoj sot në shtëpinë e Sahitit. Sahit, a je mirë? Si jam mirë. Ata që s'në kapën. Që të pa një kancer mësh. Edhe në shta palona kre. Sahit, s'fala shta. Qaki, a je mirë? Obligimet që a i ka ndaj shtetit sikurse çdo qytetar, s'po e lën t'i hap syt. Sahit, mësisht i vetë mërzizat ka thonë doktore. Si të mërzit është kam zemra. Inshallah në kopë. Ma, Sahit, s'fala. Edhe pra tona për që të herë di. Një mori faturash, disa të ujit e më shumë të rrymës, i aprishën ditën zotit të shtëpisë. Këta faktor të mërzitshëm nuk i lën asnjë cent Sahitit për të shkuar në dasmën e të vllaut. Por mendoj mos, dikush nga familja duhet të shkonte, e përveç Sabilës kush tjetër. Me shka me shku dorse. Që shkuet dorse me dur thot. Së metas dorse me shku, e s'pa vi. Sahit, s'ka kupten, më Sahit s'ban kështu. Do të me shku se gjallë dhot e ki. Po vje keqe për ti që i krizë, po. Qa me thonë? S'pa maj me shku me i këshu njerëz dhe të dur në gjepa. Që shdo të ty? Miri shka marrë dhe të nda, pësa. S'pa vej. S'maj më për dorsëm, nuk jam për dorsëm të vyj, e ka prej të gjishtin. Në cirkullat dhe ka prej gjishtin. Shumë e këtë, këtë. Mas e të vyj shumë se vinë më po. E ka prej të thonë, pa. Sahiti nuk i kishte pas kur punë të më ngushtë se sot. Me halle e derte, a i vendosi të qëndrojë në shtëpinë e tij. Krizë e madhe i kishte kapluar të shkretin. Sahiti nuk kishte rrugdalje tjetër. A i duhet të zgjidhte mes jetës dhe varjes. Skenda. Më vjen keq për ideje, po. Këtë skendë s'më nëshme po. Kjo është kriza, komedia më e re nga Stupcat, e cila për temë ka gjendjen e rëndë ekonomike dhe jetën sociale të qytetarëve. Hajna goti! Roni! Edhe kusha vini? Përgjatë një dite, stafi e emisionit prive vizitoi fshatin Vrellë të Slatinës, ku në një shtëpi private po xhiroi një nga komeditë më të reja të humoristëve Stupcat. O, brate, që sytë, po! Dale! Si zakonisht, edhe kësaj radhe, ekipa e tyre përbëhej nga 10 profesionistë, të cilët po mundoheshin të nxirrnin më të mirën për publikun. A, për vejve? Ne si lojnë me t'jon punkt, ani thënë drenicën e kam shtru krejt asfalt. Që ne që kam shtru e kam kënosh. Kuku. Pas ta rrupëve mirë kënë me manë vequ. Këtheu merë dhe këtheu merë. Ta shtujem të bo skeqin Sahiti dhe Sabilja. Majtë, më një motë që se s'po na prenu udhën. Skeq është Sahiti dhe Sabilja. Do t'jetë premiera në Klan në Kosova për vitin e ri 2015. Kriza nga ka kopë, tema sociale, kriza, rishvete, korupcion, të në zezë në Kosovë. Besoj që do t'ju pëlqejë skeqet.
Udër të shpia, shpejt. Mos e bëj këto para kamerave. Është të flas dhe fjalë. Thuaj shpejt, pas për seriale. Ti përshëndesem gjithë. Kallzoj ku jam. Jemi në kamera. Në Klan Kosovë. Klan Kosovë. Disa skena shiteshin me të parën herë, disa të tjera nuk mund të realizoheshin as me të tretën. Vres që syti hon. Dale muzikën atje. Ti dush me nojnë me lanë, që shune? Hapzimi, herat, 3. Qetësi. Po shkon. E kjo gjë nuk po çonte edhe aq shpesh pasi përsëritja ishte e palimit. Megjithatë, kishte edhe nga ato raste ku ekzistonte vetëm një mundësi. Përveç Vedatit dhe Osmanit, pjesë e kësaj komedie do të jetë edhe aktori Afrim Krasniqi, i cili luan rolin e mësuesit. Na e bëjmë si bosa, la vida, i në rritë të shumë me një. Në këtë pjesë të skeq do të thotë në praqitem si mësues, jam do të thotë në banja, ulur në shole, dhe vjen Sahiti, Sahiti do të thotë në këtë rast më pyet, më tregon për një shoktur që thata kanë dëgjuar se ka vdekur në momentin e stepëm nga ajo se është diçka e papritur, do këtë dhënshme me marr lajmin për një që ka vdekur që së komendua se për shkak të moshës e këto dhe do të thotë kjo është e tëra që luajnë në këtë skenë, në këtë skeç, më mirë më thënë. Xhirimet po realizoheshin siç ishte më së miri. I kënaqur me punën që po bëhej ishte edhe vetë regjisori. Gjirimet po shkojnë mjaft mirë, pak se dim vonu, pse kemi pas një farë konstruksioni kemi pa dhe vetë. Jemi mundu me improvizu një mur që shembët, se po besojmë që kena shqit mirë. Mirë, përgjithësi, për është knatësi, që të mojë që kërë punojnë në stupë, atë është knatësi se kënaqe, për është ma shumë qenë në shtarë se punë, edhe shpritojnë kurë, dhe sa në të firin, jemi gatshëm, është me të vërtet është knatësi shumë e madhe për me. Edhe legjendat e humorit shqiptar Vedati e Osmani u ndanë të kënaqur me punën e tyre. Ashtë njëna nga paprikën e bukës. Kush është mrena kështu? Dhe të Osmani, maj Po, mirë. xhirimet po shkojnë shumë mirë, i patë edhe jo. Ka vështirësi, po më ne, disa skena, po kryesorja po kalojnë shumë mirë dhe skeçet po dalin shumë mirë. Faleminderit se kemi ardhë me na përcjell si që po na shkojnë xhirimet. Tash do të thotë stupsat grupi janë përgatit që sa kohë për këtë ditë vitit të ri. Kemi punu ka shumë skenar, edhe po na dalin scenet shumë interesant. Shpresoj që kam i pëlqy publiku shumë. E dini ato që jena në Klan natën e vitit të ri. Edhe besoj që kam më kënaq, edhe jo dhe liku, mos kesh një. Ky xhirim mbaroi afër mbrëmjes, më pas ata vazhduan për një tjetër destinacion për të filmuar projekte të radhës. Përshëndetje. Tash po nisemi me shku me Manusën, jena shumë të lumtur, edhe ka një Sicilian me la përse me Manusën, faleminderit. Shini për veni. Shku me Manusën në të bodëm. I shik. Atje. Shku të rezervë. Kriza nuk është komedia e vetme nga stupcat, pasi ata do të sjellin para publiku gjithsej 7 komedi, siç është Spitali që për temë ka stendat, Bloku që flet për gjendjen 6 mujore politike në vend, hapja e universitetit dhe humore të tjera të cilat do të kenë brenda edhe karaktere të reja. Këto skeqe u mundsuan nga Vala dhe Telekomi i Kosovës. Të gjitha këto komedi do të transmetohen ekskluzivisht për herë të parë në televizionin Klan Kosova në natën e parë festive. Spenzika.